Ka konë një hoxh i cili tash ka bon për Ahmet Mollaj Kupi, ndërsa e keni ngu, Mollaj Kupi i Sluçanit. E pa ta thirrën e ndarsëm, e pa ta boni darsëm që shtu me ilahia dhe me nasihat, e pa të kallxu një nasihat si të keni qef për ja kallxoj. Apo keni qef ajo? I shkonën ta njëherë një jahudi. A e dini çka jahudia? Të thotë fetë e Allahit janë që kanë zbrit për qilit e masën e njerëzit i kanë laku ato fe. E një për e tinëve shkaj e kanë laku apëton ato iftarët e Musës, e kanë shpik fejën e jahudive, se Musa nuk e ka prunë që kanë jahudit sot. E këto jahudit janë tregtar të fortë shumë, edhe kanë qef avulton shumë pare me bo. Edhe njoni për atinve jahudive kishte qenë një duqan, shqit ke tha bishtat leprit. A din ato bishtat që kanë të leprit që ka vënohen qafë për jeqi. Edhe tha një vjet spihez biznisi hiq, dytën vjet hala spihez hiq, tretën vjet nuk i shkon biznisi, vend që me shku për pjetë këtë të poshtë. A zakonisht biznisi qelet që i keshti 100.000, mi bot 200.000. Ose i keshti e tojna për shemull 1 milion, mi bot 2 milion. Ama nëse i keshti 1 milion edhe shkon të poshtë, biznis nuk ashtë ajo. Ama përse të në punë ka qare. Shka ban ki, shkon taj kryetari, jati venit, taj jahudia maj madhë. Edhe i thot e kam një halë dhe një dertë. Hajrolla, thot qështu, i kupshni do pare me një qfarë biznisi, ama sa të më hecë biznisi, veç jam të shku të poshtë. Po shka shetë ti, tha unë e shes tha bishta të leprit. A, tha letë punë kjo. Që ishë more letë, tha që 3 vjetë, tha hisë, tha s'pëshitë dhe asë janë. Shko tha ti në duqanë se regulohet kjo punë. Shkoja në duqanë, ki na për media, na për gazeta, na për televizia, na për interneta, ka mos. Thot nesër ku shifët na për rrugë, edhe nuk e ka një bisht leprit në qafë, e ka dënimin 200 euro. Ai bishti leprit 10 euro. Njerëzit shka bëhët kjo punë 200 euro, ku ashtë e duqani e gjetën. Edhe shku në blejtën ketë. Ka një bisht edhe se cili një bisht për manë në qafë. Kur ki erdhe dhe me falenderu. Thot falenderi shumë për këtë të mirë shka më bone që të më tek na për media me qitë këtë liqë. Thot, a i këshit hala kret? Jo, thot, si kom shit. Sa i këshit, po thot gjysën. Thot, më s'ki derë se shitën edhe të gjysën. Kur mas një javë apet. Ku është delë në rrugë, nuk i ka 2 bishtat leprit, e ka dënimin që ka që këta. Njerëzit apet, brrrr, shku një bletën edhe të gjysat, i hargjitën krejt. Edhe ki po ban plan që daj me shku me bletë qëra bishtat leprit. Edhin që me prunë, që për me shitën. Po para se me shku me bletë, shkoj ta veti këta, këtë kryetarin, shka po thot, kur shkoj, tha falenderit shumë, tha se i shita këtë, shkoj të bletë qera, kada këta. E mure shtinin podrum. Edhin ato podruma që ka pas për para policia, këto na për vendet tona këto. Edhe kur e shtin të e boni pamuk të rrej, tha, ti masi e rrej e këtë, në fund të akshire, tha. Edhe njëherë, tha, po ka bon shet bishtat leprit, ku nuk shitën, ku për tije. Po du mi të regu këtë të mësil profesorit tem, se sot bishtat e leprit po shitën ma shumë o profesor. Që kja problemi. E këto me ilahia hajtë se shka morin vesh këto. S'pas kanë as instrument, as qitelia, as kërgjon. E ati harami dhe thot as bukurusët, ma tepër. Edhe pse nuk ashtë qashtu qysh e mendojna na, po për fat keq, ka morë ho, po i sholla Zotin na drejton, edhe na regulon. Po, unë po duhem një qështje me përmenden, e cila ka morë ho për fat keq, për shka? Për atë arsye se jërneket për i morë në atë këqi. Jërneket për i morë në atë këqi. E këto jërneke, su për shka e përmendin dhe profesorit, nuk janë tonat. Janë jërneke të shkijeve. Janë jërneke dhe thot përëndimit. E nuk po duhem me i fajsu dhe thot vlezër e tanë të cilët janë në përëndim atje, por ato njësen e kanë të mirë. Për që ata shka kina shkue, a janë parja. Dhe thot i banë pare t'i bjen të shpja jote. Ama na dina me bon gëzim vetë. Dina me hongër mish vetë, bina shumë punë dina vetë mi bona, s'kina nevojna për ato jërneke të tinve. Por ato kur i shofin ato jërneke atje, e masën e hajde mullet t'i bojna edhe na këto jërneke dhe jërneke ma i fundit mo që taj që shasht me shku me morë nusën me helikopter. Pse s'po muj ka marrë me kërë, do të helikopterin special no. Me shku me porosit pinë Bugari, 30.000 euro e me pru nusën. E kjo Moskov do thot që shme thonë në apëton haram, atër e s'pedi shka është harami, se harami nuk ka brina, është pa brina. Nëse kojshia e tina nuk ka buk më honga, e hargjot 30.000 euro për me prua nusën me helikopter, kjo është te i kalimi
i normave dhe disa luksuze tjera të cilat po i bojna. Pastaj shqiptari kurse ka pas tradit me i të bue gratë dhe burrat me një vend. Dhe thot nuk e ka tradit. E këtë tradit që nuk e ka, a i nuk ka mësue që me jetu me atë tradit. Me fakt, pse nuk ka mësu? Ndështë ta kini më dëgju, apëtën para 2 viteve, shka po një vrasje e madhe në Preshevë. Ndarësëm i ka thira i darsmori, gra dhe burra bashkë. Hajde përshkojna, na për hatër dikujna, du të me shku me mqenë sitë dhe qëta i dos të kam, du të me shkuve. Ama kur ka hi aty me këcije, dikush e ka shkel fistonin, a i fistonat që ta i moda me rekin i po, didizgave që janë, për mi ka krah. A i pak si ta shkel, që shka bohët? Këputët a këputët baji, këputët. E si të këputët he dizga shka bohët më, dijet më shka bohët aftër. E a i shka nuk ka mësue, aftër, se na apet mrejna e kina që shme thoni qëfar iman, nuk kina dejutha, nuk kina qefna gratë tona dikush me nej pa cullak. Këta e kina pi imanit, ani, mu konë sa mu konë të këqi, ama kur vere të namuzi va dhe katali, se gruje hejma, se qika hejma, se shëqe hejma, edhin i dalna zot, kja është pjesë e imanit. A i kur e ka pa gruje në vetë midis darës më cullak, shaban, fakaltin edhe bam atina. Ama e fishek i shka një e keqe, nuk e shpon veç një njëri. A i shpon tek tërë sa ka forcë. Një fishek ama 9 veta, tik, 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 tik. A i gjemë gëstivari, atin sa veta i kishte shpu me një fishek. 12 veta, i kishte renita, vëtën të takshiri, sa i shpon. 12 veta i kishte shpu me një fishek. Për shka kjo pun, për atë arsye se dasmori nuk ju ka pregadit ambient në të cilin dhe tët edhe me ndodhë dhe një problem më së pas gajle. Se kur janë ketë gra, deshet njona, s'ka problem. Kur janë ketë burra, deshet njoni, se këshirë kërkush, se cili e ka, njësoj se kuraj shka e ka. Ashtu që janë disa punë duhet na mi u bon njerëzve ambient tonin. A ambientet të tona na i kemi. Nuk kemi nevojë në me morë modelet huja, veç që ato shka i kina pas me hecen për para. E dikush i cili mendon që a bo ma i menqëm se baba vet, ka gabu shumë. Por, lexojsha një ditë në psikologji të njerëzve, njerëju të këtete sa pipajnë ke 9 vjetë, të ke baba e ma është ma i forti. E kur t'i ban për 9 vjetë, tërin 15 vjetë, që anis me një vetin, i thot babës vetë, apo më delbe babë, që kujton se aja bo ma i forti. E maseni kur t'i ban për 15 vjetë, të këteti, bëhat për martes 22 vjetë, tërë sa t'ja gjojnë një nuse, thot sa mundët baba e muja dhone me fitu, apëtan. Ama kur pipaj ka 40 vjetë, kur po pjek ka, se pejgamberi lëki i ka ardhën dhe thot pejgamberve në 40 vjetë. Atëherë, po thoj ka hemër, po i meqëm që kokshekon që si pas në ditë. Ama më baba i ka shku, apo për rahmet më, së në gjallë më mi thonë, o bab, 4 vetë veti. Ama ju më tekët dhe një lafë, shke i ka thonë baba vetë, a i thot, hemër, po i meqëm që kokshekon. Edhe na, kur t'i bojna ka një 40 vjetë, na më tekët, ama tëri sa mos t'i bojna 40 vjetë, atëre shka do t'me bo? Do t'me morë jernekin e vlaznive tonë, inshallah do të kemi jerneke gjalla edhe të shnosha.